Është dëmtuar një pjesë e kanalit të Ibërlepencit në komunën e Zubi Potoko nga disa persona të panjohur me mjete të forta. Sipas policisë, rasti ka ndodhur mes datave 22 dhe 25 nëntonësit. Ndërsa kryetari i kësaj komune, Izmir Zeqiri, ka thënë se nuk do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes. Tua janë cerat këta që e shtrujnë. Tash, simas informacioneve që kam, tikun dëmtimi është tikun mijëra euro. Çështja është në heteme sipër nga mekanizmat e sigurisë. Nuk mund të them diçka më shumë jashtë asaj çfarë mund të jetë siguria për këtë punë. Unë nuk them që duhet të ketë ndaj shqetësim, sepse gjithçka është në kontroll, qoftë sa i përket edhe furnizimit me ujë ose diçka tjetër, unë konsideroj që gjithçka është në kontroll, mekanizmi i sigurisë është të kryej punët e veta dhe ajo që kjo është ajo çfarë mund të thonë. Nuk ka ndërprerje, ka furnizim, do të thotë kjo është çështje e dini i Ibërlepenci, ka ekipet në terren vazhdimsi dhe natyrisht unë besoj që gjithçka është, do të thotë sa i përket furnizimit me ujë nuk ka shqetësim, është një dëmtim periferik. Prokuroria e Shtetit këtë rast e ka cilësuar si asgjësim apo dëmtim i pasurisë.